Kurani erdhi në një moment errëthire, kur njerëzimi kërkonte dritë. Në heshtjen e shkretëtirës, një zë hyjnor foli për herë të parë, një fjalë që do të ndryshonte historinë e botës. Pejgamberi Muhammed, paqe qoftë mbi të, dëgjoi thirrjen, lexo. Ajo fjalë nuk ishte vetëm urdhër, por fillimi i një udhëtimi shpirtëror që do të ndriçonte miliona zemra. Që atëherë, çdo varg i Kuranit u bë si një rrezë drite që ndriçon shpirtin e atij që kërkon të vërtetën. Kurani nuk flet vetëm për botën jashtë nesh, por edhe për botën brenda nesh. Çdo varg është një dritë që depërton në errësirën e shpirtit dhe na kujton kush jemi. Ai na mëson të falim, të qëndrojmë në paqe dhe të njohim Zotin përmes dashurisë. Kushdo që e lexon me zemër, ndjen një ngrohtësi që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Një ndjenjë se Zoti është afër gjithmonë. Kurani është si një pasqyrë e shpirtit. Ai tregon njeriut rrugën kur gjithçka duket e humbur. Në vargjet e tij gjejmë qetësinë, përgjigjet për dhimbjen dhe forcën për të vazhduar. Kur lexon me sinqeritet, ndihen se fjalët nuk janë thjesht tinguj, ato janë fryma e Zotit që të prek. Zoti i flet çdo zemre që kërkon dritën me përulësi dhe dashuri. Çdo varg i Kuranit është një mrekulli në vetvete. Fjalët e tij janë të përkryera, plot kuptim e ritëm hyjnor. Shkencëtarët dhe digjetarët kanë mbetur të mahnitur nga saktësia e tij. Por përtej shkencës, Kurani është një libër që prek zemrën. Ai flet me dashuri, paralajmëron me mëshirë dhe frymëzon me dritë. Nuk ka asnjë fjalë të panevojshme. Çdo shkronje ka qëllim hyjnor. Në kohët e errta, njerëzimi gjithmonë është kthyer te drita e Kuranit. Ai u ka dhënë shpresë atyre që ndihen të humbur dhe pa drejtim. Edhe kur çdo gjë duket e humbur, vargjet e tij të kujtojnë se Zoti nuk të braktis kurrë. Ai është me ty në çdo frymëmarrje, në çdo hap. Në çdo faqe, një mesazh dashurie pret të dëgjohet. Kurani është zëri i mëshirës së Zotit. Ai nuk gjykon, por fton. Nuk ndëshkon, por udhëzon. Ai i mëson njerëzit të jenë të drejtë, të mëshirshëm dhe falës. Kurani të kujton se dashuria është rruga më e shkurtër drejt Zotit. Dhe kush e hap me zemër, ndjen një paqe që përfshin gjithë qenien. Jo kushdo që dëgjon, kupton me njëherë, por zemra që është e hapur, ndjen. Kur lexon Kuranin, ndonjëherë një varg mund të ndryshojë gjithë jetën tënde. Është sikur Zoti të flet drejt për drejt përmes atyre fjalëve. Ato nuk janë për të kaluar kohën, por për të ndryshuar shpirtin. Kurani bashkon njerëzit në dashuri dhe besim. Ai nuk njeh ndarje racash, kombesh apo gjuhësh. Të gjithë janë fëmijë të Zotit. Ai na mëson se paqja fillon në zemër dhe vetëm ajo mund ta ndryshojë botën. Kush e ndjek këtë dritë, gjen unitetin e shpirtit me krijuesin e vet. Falja është zemra e Kuranit. Ai na mëson të falim veten dhe të tjerët, sepse Zoti është më i mëshirshëm nga të gjithë. Vetëm kur fal, shlirohesh nga dhimbja dhe afrosh me Zotin. Në çdo varg që flet për mëshirën, ndjen se Zoti po të përqafon me dritë. Kurani nuk është vetëm për t'u leqësuar, por për t'u jetuar. Ai është udhërrëfyes i përditshëm, një zë që të kujton se dashuria e Zotit është brenda tjeje. Kush e ndjek këtë dritë, ecën në paqe, pavarësisht fortunave të jetës. Kjo është dhurata më e madhe, të ndjesh Zotin brenda shpirtit tënd.